nuk e di. Çdo problem dhe çdo të mirë që ka adoleshenca, për shembull babain i kemi kaluar ngrohtë dhe jo ashpër. Kemi kaluar me komunikim dhe mishteri ndaj njëri tjetrit. Debatet me disë dhe babit kanë qenë shumë të vogla. Ndoshta sepse isha unë person i duruar dhe ai kishte jashtëzakonisht shumë besim tek unë. Dhe besimin që babai ka dhënë tek unë, shpresoj që të jap dhe unë personave të tjerë që kanë nevojë për ato besime. Unë më kujtohet një histori, kur isha e vogël gjithmonë kisha babain, ai fliste në skena, sidomos kur ishte për sekretar bashkie, dhe sa mbaronte që mbështetiste i salla, shkoja unë, dhe dilja përpara tek podiumi dhe pretendoja se kur isha edhe unë një kryetare bashkie ose një ministre. Dhe në gjimnaz, çdo person tjetër aspirohesha të bëhesha senatorja e klasës. Babai më dha një libër të të madh në fakt, 800 faqe, që fliste për të artin dhe komunikimin e të folurin në publik. Më tha që pas të lexoja këtë libër, do isha vërtet e aftë për të folur para një publiku shumë të madh. Mbaj mend ende sot kur babai ndilte në skena, fliste të kohës së bashkisë. Pa mbajtur një letër përpara, pa mbajtur diçka referencë, diçka që ai fliste, diçka që dilte nga goja e tij, ishte momentale, ishte e parapërgatitur në mendje, nuk kishte nevojë ta kishte komunikimin përpara ose ta kishte një linjë ideje, kishte tashmë të organizuar në plan në trurin e tij. Dhe mendoj se gjithmonë e folura që ka patur babai në publik ka qenë perfekte. Nuk i mungonte asgjë, ishte vërtet nxitse, ishte vërtet inspiruese, sidomos për shumë njerëz. Ishte dikush që do doja ta ndiqje. Po kush ishte edhe si një Albert Sanxhaku në qytetin e tij? Alberti ishte i biri i Azbiut dhe Selvis Sanxhakut, i lindur në qytetin e Lushnjës më 5 janar të vitit 1960. Është diplomuar në Universitetin Shtetëror të Tiranës, në Fakultetin Ekonomik për Financë, në vitin akademik 1980-1984. Pas diplomimit filloi punë si kryetar i Degës së Financës në Fabrikën e Letrës në Lushnjë. Më pas kaloi në sektorin e tregtisë dhe deri në vitin 1993, për 8 vjet me radhë, u angazhua me biznesin e tij privat në kompaninë Real AB Lushnjë. Nga viti 2001 deri në vitin 2004, Sanxhaku ka mbajtur postën e kryetarit të tatimeve të rrethit. Në qytetin e Lushnjës ai njihej si njëri me reputacion dhe gëzonte respekt tek bashkëqytetarët e tij. Sanxhaku ka hyrë në politikë në moshë të re. Ai ka drejtuar për disa vite Partinë Socialiste për Integrim. Në vitin 2007 ka garuar me siglën e LSI-s dhe ka fituar mandatin si kryetar bashkie, mandat të cilin e mbajti deri në vitin 2011. Sanxhaku ishte një politikan serioz dhe një drejtues dhe menaxher shumë i mirë në drejtimin e pushtetit.